Po, qëllimi është i njëjtë, si kur në organizime tjera që të ndajmë pakënaqësinë me proceset, të bëjmë kërkesë në mënyrë qytetare për drejtësi dhe të ketë transparencë, sepse brengat janë të njëjta në vazhdimsi. Me 15 fillojmë prej Prishtinës, do të është me motora, ide tjetër me simbolik të veçantë. Mandej mënyra se qysh do të udhtojmë në cilat shtete, kem pa në për Malzi, Shqipëri, Kroaci, Sloveni, Austri, Gjermani, Belgjik, Holand. Kem kontaktu me gjitha klubet e motoristëve, qofshin ata evropian, qofshin shqiptarëve që jetojnë në Evropë, që gjatë karvanit të na bashkangjiten që me 19 tetor, ditën e dielt jemi në Hag për mesazhe. Po ende nuk e kem të sakt, po për afërsisht duhet të shkoj numri deri në 300-500 motorista, por jem pak i rezervuar që janë teknikalitetet që na vynë edhe të dhona të vazhdueshme gjatë kohës, mund të ndryshojnë edhe numra. Po atje jemi veç një ditë, po gjatë rrugës me siguri që do të pushojmë sepse është rrugë e gjatë dhe nuk mundemi për një ditë. Po, do të nisja është me 15, mrimja arritja atje është me 19 e dile, që janë 4 ditë, dhe gjatë ditëve me siguri që do të pushojmë se është edhe rrugë e gjatë, po edhe do e shfrytëzojmë pjesë skenarit që të na bashkangjitet klube tjera të motoristëve.